Kuvendi i milionerëve dhe demokracia e varfër, kur pasuria zëvendëson përfaqësimin. Nga shtatori i vitit 2025, politika shqiptare u parashit publikisht si e rinovuar. Fytyra të reja, ministra surprizë, deputet që deri dje nuk ishin pjesë e narrativës publike. Por pas këtij rifreskimi estetik fshihet një realitet i vjetër dhe i pandryshuar. Përfaqësimi politik në Shqipëri po bëhet gjithnjë më shumë privilegj i pasanikëve, ndërsa qytetari i zakonshëm mbetet spektator i një demokracie që nuk e njeh. Shifrat nuk gënjejnë. Pasuritë e deputetëve të rinj të kuvendit shtrihen nga rreth 20.000 euro deri në mbi 13.6 milionë euro. Diferenca nuk është thjesht statistikore, ajo është strukturore, sociale dhe morale. Ajo flet për një sistem ku pushteti politik nuk buron më nga përfaqësimi i nevojave të shoqërisë, por nga kapitali financiar dhe lidhjet ekonomike. Politika si klub elitar ekonomik. Në krye të kësaj piramide qëndrojnë figura që do të konkuronin pa komplekse me drejtues korporata shumëkombëshe. Pasuri të përbëra nga dhjetra prona, laborator privat, hua të dhëna në shuma që të i kalojnë buxhetet e shumë familjeve shqiptare për disa breza. Këta individ nuk hyjnë në politik për të ndryshuar statusin e tyre social, ata hyjnë për ta konsoliduar atë. Në anën tjetër, kemi ministra dhe deputet me fonde investimi jashtë vendit, llogari pensioni në valuta të forta dhe ekspozim financiar kryesisht në tregje ndërkombëtare. Pyetja këtu nuk është lidhshmëria e pasurisë, por shkputja totale nga realiteti i brendshëm. Si mund të kuptojë inflacionin shqiptar dikush që jeton financiarisht në Londër, New York apo tregje globale? Huadhënia private dhe hija e konfliktit të interesit. Një element që përsëritet në disa profile financiare është roli i deputetit si huadhënës privat. Dhjetra hua qindra mira euro të dhëna individëve të tretë, shpesh përmes bashkëshortëve. Kjo ngre një problem serioz. Apo shndërrohet kuvendi në një klub kreditorësh informal? Dhe nëse po, cilat interesa përfaqësohen realisht në procesin ligjvënës? Kur politika dhe kapitali privat bashkohen në mënyrë kaq të drejtë për drejtë, kufiri mes ligjvënësit dhe oligarkut bëhet i padukshëm. Deputet aksidental, pasuri shumë të qëndrueshme. Edhe figura që hi në kuvend pa peshë politike reale, pa rol aktiv dhe pas publik, rezultojnë me portofol financiar të konsiderueshëm, aksione kompanish, fonde investimi, depozita bankare të shumta. Kjo tregon se politika nuk është më mirë ngjitje sociale, por një stacion i radhës për ata që tashmë janë të konsoliduar ekonomikisht. Narrativa e rreme e përfaqësimit të shtresave. Në kontrast, disa deputet parashiten me pasuri modeste krahasuar me milionerët, por edhe këta janë larg realitetit të shumicës së qytetarëve. 2 apartamente, automjete, kursime bankare dhe prona të trashëguara nuk janë varfëri. Ato janë shtresë mesme e privilegjuar, jo përfaqësim i familjeve që jetojnë nga paga në pagë. Rasti më domethënës është ai ku pasuria personale është e ulët, por pasuria familjare dhe partnerit e çon profilin financiar mbi 1 milion euro. Këtu politika dhe biznesi bashkohen në një simbiozë klasike shqiptare, ku ligjvënia dhe interesat ekonomike ecin paralelisht. Përjashtimi i heshtur i qytetarit të zakonshëm. Në fund të listës gjenden deputet me kursime minimale, pa prona dhe pa aksione. Por këto janë përjashtime që vetëm sa theksojnë rregullin. Kuvendi shqiptar nuk është pasqyrë e shoqërisë shqiptare. Ai është një miniaturë e pabarazisë ekstreme që karakterizon vendin. Kur populli zgjedh pasanikët për ta drejtuar, problemi nuk është vetëm zgjedhja. Problemi është sistemi që nuk i lejon qytetarët e zakonshëm të bëhen alternativë reale. Na mësoni si të bëhemi pasanik, ironia më e dhimbshme. Pyetja që lind natyrshëm nga kjo panoramë është ironike, por thellësisht tragjike. Nëse pasanikët janë ata që na qeverisin, a mund të na mësojnë ata si të mos mbijetojmë, por të jetojmë? Por pasuria, siç dëshmon kjo listë, nuk është produkt i meritës politike, apo një modeli që mund të replikohet nga qytetari i zakonshëm. Ajo është rezultat i trashëgimisë i aksesit të hershëm në kapital, i lidhjeve dhe një sistemi që prodhon pasanik për politikën, jo politika për popullin. Përfundim, demokraci formale, pa barazi reale. Ndërimi i brezave në politikën shqiptare nuk ka si ndërim realitetesh ekonomike. Emrat ndryshojnë, bilancet mbeten. Demokracia vazhdon të funksionojë në letër, ndërsa përfaqësimi real mbetet i kufizuar për shumicën. Në një vend ku pasuria po bëhet kriteri i heshtur për pushtet, pyetja nuk është më kush qeveris, por për kësheveriset. Dhe për sa kohë përgjigjja nuk është për qytetarin, rinovimi politik do të mbetet vetëm një iluzion statistikor i mbështjellë me miliona euro.